Që deri në ndërtim të lutem. Ju e keni kërkuar pyetjen e zotit Rama apo thjesht e keni konstatuar, si duhet ta kuptoj opinioni publik? Absolutisht ne e kemi kërkuar, por ju duhet të kuptoni një gjë. Deri tashi nuk kemi të bëjmë me gjykimin, kemi të bëjmë në seancë paraprake, nuk mund të thrasim dëshmitar. Ne kemi kërkuar organit procedus, po. Dhe unë nuk kam dëgjuar deri më sot që një prokurori të ketë firmën e një personi të thjesht s'ka rëndësi, apo kryeministër apo ministër, dhe ta thras në cilësinë e deklaruesit, po themi, dhe të marrë informacion rrethanat në të cilat është firmosur, në kuadër të kujt plani apo projekti është firmosur, e kupton, sepse dekriptimi i atij momenti sqaron shumë momente të tjera më pas. A e sqaroi prokuroria posaçme përse nuk e ka thirrur zotin Rama për ta pyetur në këtë proces për sa kohë ju e bët kërkesë legjitime para gjykatës? Po ju e dini që prokurorët nuk kanë dhënë ndonjëherë përgjigje. Ata kanë kodin e heshtjes kur flasim ne, dhe pastaj kanë atë akuzën e tyre. Atëre, seanca sot u shtyp për mungesë të zotit Hasni Ziri për shkak shëndetësor, ai kishte një raport mjekësor, u caktua një avokat kryesisht, po sigurisht në funksion të një procesi efektiv mbrojtës. Gjykata vendosi që zoti Hasni Ziri të përfaqësojë sepse është seanca e fundit, domethënë pretendimet e fundit, dhe ai ka gati në fakt konkluzionet, për arsye shëndetësore nuk u paraqit dot. Pra në funksion të një mbrojtje efektive ai duhet të jetë se s'bën personalisht, kështu që u shtyp për datë 23 ora 13. Zotë Gjekutaj, ka dhe një perceptim që nëpërmjet normave të ndryshme, qoftë edhe për shkaqe procedurale, po tentohet që të shtyhet kjo vendimarrje e gjykatës në këtë moment procedurial deri në përfundimin e zgjedhjeve të 11 maj, këtu duke patur parasysh edhe afatin 30 ditor të momentit të seancës paraprake. Faleminderit. Tash afati 30 ditor kur është parashikuar në 2017, kur është bërë kodi procedurës. Edhe ligji nuk ka parashikuar çështje të tilla, e kupton, të stisura dhe të sajuara. Do t'ju them vetëm një diçka, keni parë ju procese që kanë prova të plota dhe të sakta që të zgjasi seanca paraprake kaq? Si e kuptoni ju zgjatjen e kësaj seance? Është komplekse. Nuk është komplekse, nuk ka asnjë provë. Dhe neve jemi Pare që e lexon zotin Gjekutaj. Shiko. Njëra anë e lexon për shembull si mungesë provash, anën tjetër, si perceptim që po e shtyni avokatët. Ju po flisni për nivelin e leximit, cilësinë e leximit apo leximi si Po flasim për cilësinë. Për cilësinë e leximit. Dhe mund ta lexojmë në këndvështrimet të ndryshme. Po ju lexojni si të doni. Shikoni. Prandaj ne bëjmë pyetje këtu. Neve shiko, edhe unë prandaj po rri këtu që t'ju sqaroj. Se po t'ishte që do kisha probleme me leximin, në kuptimin që ju thatë, unë nuk do rria ka gjatë me ju. Pra është detyrimi imi ka shi jush dhe opinion publik për të sqaruar këtë maskaradë juridike që vazhdon sot e kësaj dite me firmat thashtë falsifikuara, me ekspertë që s'kanë njohuritë e posaçme e me pavlefshmëri deri në njoftime, Klodi. I keni kazuar penalisht pavlefshmëritë ose dyshimet për falsifikim? Shikoni, Klodi, ju duhet kuptoni që pa shteruar, ne nuk bëjmë gara paralele, pa shteruar të gjitha mjetet juridike këtu, e kupton? Sepse ne jemi para një gjykate. Për para një gjykate bëhet edhe kallëzimi, bëhet edhe denancimi, bëhet edhe demaskimi, po themi, në kuptimin juridik të fjalës, i një akti apo një. Ne kemi operuar me mjetin procedurial për të pavlefshmërisë. Pra, një dokument i falsifikuar, po, është i pavlefshëm. Pastaj, objekti penal ka kohën e vetë, por sigurisht që ne kemi ndjekur një strategji të tillë që të merremi me çështjen, pastaj të merremi me autorët dhe aktorët të cilët e ngritën këtë ngrehin pa hapur themelet. Zoti Hasni Ziri do të jetë i fundit që do të japë Po pra janë shteruar të gjithë. Sot nëse ai do të ishte edhe ai do kish bërë ato prapësimet e tij. Shkak shëndetësor me raport mjekësor dhe është vërtet smur. Sa janë mundësi zoti Gjekutaj që 23 prill të kemi një verdikt përfundimtar të gjykatës paraprake për dosjen Partizani? 23 prill është data që unë mendoj që do të përfundojë seanca paraprake. Pastaj gjykata, unë besoj edhe shpresoj të marrë kohën e saj për të dhënë një vendim, sepse ju besoj nuk mund të kundërshtoni faktin që
sepse ju gjithmonë e çoni te skupi edhe te kjo pjesa e 11 majit thotë ky. Po ju nuk mund të mohoni faktin. Kemi të gjithë në fakt zotin. Pra, po kur themi kemi një dyshim të arsyeshëm. Kur themi ai, themi ju. Tash më lexo dhe ti mua drejt. Shumë. Dhe unë 6 muaj seans paraprake edhe të jepet vendimi për 5 minuta, mua nuk më duket serioze dhe pa le pastaj të jetë profesionale. Qëndrimi i Spakut si ishte? Pa kjo s'përbën pyetje qëndrimi i Spakut, të lutem tash. Nuk ndryshon Spaku Keti, mos ki merak. Siç ka qenë ashtu do të jetë. Faleminderit.